Përshëndetje dhe mirë se vini në një podcast që është ndryshe nga gjithë podcastet. Sandra, unë s'di të flas. Nuk do ta bëj intro kështu përshëndetje bla bla, po duhet ta bëj te kjo e para që ta shpjegoj pak. Patjetër, po. Nëse unë me Sandrën jemi mbledhur këtu sot, Jemi ngjedhur për rast. për të filluar një seri të re brenda kanalit tim të podcasteve. Tani, unë dhe Sandra jemi motra, dhe si motra, pavarësisht se ngjojmë shumë të ndryshme, kemi disa gjëra të përbashkëta, dhe një nga gjërat që ne kemi të përbashkëta është dashuria jonë për çështjet kriminale, për true crime, për ata që i shohin se zakonisht janë anglisht. Dhe nuk kemi lënë çështje pa zhbiriluar, nuk kemi lënë vrasës serial pa ja mësuar gjithë krimet që ka bërë. Ka qenë një pasioni imi që shumë e vogël, që mendoj që edhe Sandra e zhvilloi duke më marrë dhe mua pak si shembull. Dhe kështu që menduam që pse jo të bëjmë një seri që trajtojnë këto çështje që mund të kenë ndodhur nëpër botë, gjatë periudhave të ndryshme, ato që janë kështu si pak më ekstreme, le të themi. Edhe ti tregojmë në Shqip, sepse në dijenin time unë nuk kam parë një vend tjetër që mund të tregojë në Shqip. Do bëj dhe podcaste të tjera dhe video të tjera, por një nga gjërat që kem menduar që të jetë në këtë kanal është kjo rubrika që flet për vrasjet, krimet, çështje të zgjidhura, të pazgjidhura, çdo lloj gjëje, kështu që nëse i keni qef dhe nëse jeni dhe ju kështu të fiksuar dhe të apasionuar, ky është podcast i duhur për ju, edhe na ndiqni. Ne kemi vendosur që të flasim për një çështje. Sandra, vazhdo. Që është akoma duke vazhduar, është në trial, në gjykatë momentalisht, dhe çështja është e P. Diddyt. Po, një nga gjërat që ka bërë më shumë zhurmë këto muajt e fundit, skandali shumë i madh me P. Diddyn, që si thua ka nxjerr zbuluar jo vetëm atë, po edhe shumë të tjerë kolegë të tij që supozohet që janë të gjithë të degeneruar, gjasmë se dinim ne tani që janë të degeneruar. Gjasmë ndodhin vetëm nëpër filma ato që shohim aty, por që mendoj ato që shohim ne nëpër filma nuk janë të zbutura, nuk janë asnjë 10 e asaj që ndodh në të vërtetë. Çështja nuk ka mbaruar akoma, ai nuk është gjykuar, në këto momente është akoma në trial, sepse zgjat disa kohë. Ka filluar në mos gaboj në 9 maj. Në 9 maj, Ka filluar the trial. Okej, edhe po ndodhin gjyqet, më duket javë pas jave diçka e tillë, edhe po thirrën të gjithë ata dëshmitarët dhe po shqyrtohet dhe po shpaloset e gjithë çështja që është kundër tij. Sot do të flasim për një nga rastet më tronditëse që ka goditur industrinë muzikore amerikane. Bëhet fjalë për Sean Diddy Combs, një nga figurat më të njohura dhe me ndikim në botën e muzikës. Por pas famës dhe suksesit fshihet një histori e errët e abuzimeve, trafikimit dhe manipulimeve. Në dijenin time ai vinte nga një familje e varfër. Po. E di që babai në Harlem, New York. Po, e di që babai vet e kanë vrarë ose ka vdekur, s'më kujtohet. E kanë vrarë kur ka qenë P. Diddy 2 vjeç, e kanë pushkatuar ndërkohë që ai ishte në makinë, sepse I think që ishte i ngatruar me bandat e drogës në New York. Okej. Kështu që është rritur pa babain, sepse gjithmonë është shumë e rëndësishme që të analizojmë pak fëmijërinë dhe mënyrën se si janë rritur njerëz të cilët bëjnë krime të tilla kaq të rënda. Zakonisht ka një rrënjë aty në fëmijërinë e tyre, diçka që i ka çuar drejt kësaj, jo se çdo njeri që mund të ketë kaluar trauma do përfundojë në kriminal, por që shumë prej kriminalëve zakonisht kanë pasur një fëmijëri shumë të errët. Tani Sandra nuk e di, më thuaj pak çfarë lexove për nënën e tij, sepse kjo ishte pak shumë disturbing. Para do thoja që P. Diddy ka thënë vetë për faktin që është rritur pa baba, që nga që jam rritur pa baba, nuk dija se si t'isha një burr dhe duhet ta zbuloja në rrugët më të vështira, dhe që kam jetuar gjithmonë me zemërim dhe ky zemërim më ka çuar mua në suksesin që kam sot, just to make it obvious çfarë lloj personi është. Kurse për maman, po lexoja që probably ajo është influenca sepse P. Diddy është kështu. Sepse ajo i ka thënë të dashurës ex të dashurës së P. Diddyt që ta pushosh çunin tim duhet t'i ulesh në gojë. T'ja mbyllesh gojën. I ulej në
A është ky një burim I sigurt apo është thjesht një gjë koti shumë në TikTok? Thonë repera, shumë njerëz që gjas me njohin P Didin që kjo ishte Do të gjë thonë që e bënte mamaja e vet. Abuzonte seksualisht P Didin. Okej. Me sa duket. A ka thënë ai diçka të tillë? A ka aprovuar vetë jo? Nuk mendoj se ai. Unë mendoj se aty do I dukej normale, nuk mendoj se do e thoshte. Kthehemi tani në mars të 2024-s, ku plasi skandali I madh dhe u mor vesh që policia shkoi dhe arrestoi P Didin në banesën e tij në Miami. Dhe ku u bën pastaj ato videot me radhë që ishin gjetur pafundësisht shishe me baby oil. Do ta di çka ka thënë avokati mbrojtës I P Didit për këtë fakt, ka thënë ai thjesht ka qef të marrë kështu me bulk, të marrë me masive, prandaj ka shumë. Ka qef marrë me shumicë. Po. Pse, si shpjegohet? Çfarë kuptimi ka? Thjesht ka qef me të marrë me shumicë, do baby oil. Okej, të gjithë e dim që P Didi ka qef I gjë tjetër. Në shtëpinë e tij, përveç shisheve të baby oil, janë arrestuar edhe armë të tipit AR-15 me numra serial të fshirë, një pistolet që ishte e karikuar me plumba, drogë të ndryshme përfshirë kokain, ketamin dhe pilula ekstazi me logon e Teslas, si dhe pajisje seksuale, veshje intime dhe video të akteve seksuale të regjistruara fshehurazi. A mund të flasim pak për pilulat e ekstazis me logon e Teslas? Cause what the fuck is that? Sot smur, tha. Dua ekstazi, po e dua kështu në një formë të bukur, në formën e Teslas. Një pilulë në formën asaj të... Me logon, thot ajo. Po, logo e Teslas. Ideja është që ka prodhu Tesla këto? Po, nuk besoj. Nëse nuk e dihet kur me Elon Musk, nuk po mbroj Elon Musk. Se çfarë lidhje ka? Elon Musk do ketë qenë VIP number 1 atë feste. Dhe freak-offs. Atëherë, dhe informacioni tjetër që kemi është që ishe dashura e Didit, Casey Ventura, që është edhe si thua personazhi kryesor dëshmitar në gjithë që është ndërtuar çështja e P Didit. Në vitin 2023 bëri një kallëzim kundër tij, edhe tani jemi në mars të 2024-s ku ai është arrestuar. Ndërsa në fillim u arrestuar për arsye trafikimi. Nuk ka qenë padia ose akuzimi ishte dashurës, por ka qenë akuza për trafikim. Unë mendoj që tani momentalisht P Didi është duke u hasur me disa akuza. Ka akuza për trafikim, ka akuza për abuzim, ka akuza për përdhunim, ka akuza për armë, drogë, domethënë çdo lloj gjëje që mund të imagjinohet përveç vrasjes, ai I ka të gjitha akuzat mbi shtëpinë. Dhe ka thënë që nuk është guilty for any of it. Po, në fillim të pyesin nuk është guilty, po. Ai ka deklaruar që ai nuk është fajtor për asnjë nga këto akuza. Çfarë ndodhi? Domethënë Casey Ventura është thirrur në gjyq javën që kaloi, I think para 2 javësh diçka e tillë, edhe ka filluar të japi dëshmitë e veta në lidhje me këtë çështje. Dhe le të themi që dëshmitë që ajo ka dhënë janë shokuese. Përveç faktit që P Diddy ishte reper, ishte edhe producent dhe kishte po ashtu kompaninë e vet që ishte Bad Boy Records. Dhe Casey Ventura, kur ishte 19 vjeç, u bë signed në këtë Bad Boy Records, kështu që në këtë mënyrë u njoh me P Diddy. Po, P Diddy ishte producenti I saj. Dhe ishte po ashtu 15 vite më I madh se ajo në atë periudhë. Ajo ishte 19 vjeç. Dhe filluan dhe po flisnin dhe pas një farë kohe P Diddy po I jepte shumë vëmendje në një farë sensi Casey Ventura dhe ajo u ndje pak mirë që ky personi, ky producenti kaq I madh, reper, ka këto kompanit, po m'jep mua vëmendje, do më ndihmoj edhe me karrierën time. Po, le të themi këtu që ajo ka thënë vetë që në fillimet e veta, domethënë kishte disa performanca, por që nuk është se ishin shumë aq lart sa ç'duhet dhe nuk po kishte atë suksesin që duhet të kishte, supozohet si një këngëtare e re. Edhe P Diddy thjesht filloi të kushtonte vëmendje dhe ajo e mori më shumë si një tendencë për ta ndihmuar edhe me karrierën. Opinioni im është që ajo kishte nevojë që të merrte këtë ndihmën ose vëmendjen ekstra, edhe pavarësisht se mund të kenë ndier tendenca të caktuara, e ka pranuar sepse Timi të sinqert, kështu është mënyra se si ka funksionuar të paktën industria muzikore dhe gjithë Hollywoodi, edhe shumë gjëra bëheshin dhe shumë njerëz që hynin në këtë industri e dinin shumë mirë paraprakisht, ndoshta do duhet të bënin edhe gjëra që moralisht nuk janë korrekte. Sipas saj dhe mënyrës se si ajo ka dhënë dëshminë e saj,
Ka thënë që në fillim po, ndoshta ishte për interes, po ajo dashurua shumë Epiditin. Kishte shumë dashuri për Epiditin, she was in love, essentially. Kështu që filluan, po ngatroheshin, they were like engaging me njëri tjetrin, por në atë periudhë Casey ishte e lidhur me një burr tjetër. Dhe më vonë u nda nga i dashuri i saj që të lidhej plotësisht me P-Didin dhe këtu filloi marrëdhënia e tyre shumë vjeçare, toksike dhe abuzuese. Tani P-Diddy erdhi te Casey dhe i tha që un kam një fantazi time dhe fantazia ime është, si e kishte emrin, si quhej? Voyeurism. Që është që un dua të shikoj ty kur jenë duke bërë marrëdhënie seksuale me një mashkull tjetër dhe un thjesht ta shikoj. Dhe le të themi që kjo ndodhi në vitin e parë të marrëdhënies tyre. Kjo është hera e parë që ai erdhi dhe ja tha pasi, I guess. Nëse dhe ajo tha ishte pak e tronditur, por tha do ta bëj që ai të ndihet mirë dhe të kënaqet në një farë sensi, sepse unë jam e dashuruar me këtë mashkull. Dhe sipas P-Didit, këta do vishnin maska, kështu që nuk do njiheshin me personin që do sillnin të tretë. Do pinin ekstaz të tre, do merrin ekstazi, më falni. Të tre, edhe morën një mashkull eskort, që po ashtu piu ekstazi. E punsuan, e morën në faqet e tyre. Edhe ndodhi ç'a ndodhi aty brenda, nuk e di ç'a ndodhi. Dhe më vonë Casey dëshmoi që ndihej shumë e neveritur me veten e saj, ishte një ndjesi shumë e keqe, nuk e kuptonte pse e bëri, por pastaj vuri re që P-Diddy ishte shumë i lumtur, ishte satisfied. Edhe tha kjo, o sa mirë e bra burrin tim të lumtur, o sa bukur e ta bëj prap. Nuk është përqeshur. Nuk është përqeshur, but I'm trying to bring light, in a sense. Nëse në fillim ishte pak okej me këtë situatën ajo, se mendoj që është një gjë që unë po e bëj për burrin tim, që ai të jetë i lumtur, nuk është se unë po dal shumë nga vetja. Dhe është normale deri në një farë pike. Le të themi këtu që kjo është një nga, domethënë është një fantazi e përhapur. Shumë çifte e kanë këtë, shumë çifte. Tani ku diun, nëse s'do hym nuk do gjykojmë preferencat edhe dëshirat e gjithë secilit, po thjesht dua të theksoj që kjo është një nga ato gjëra që mund ta dëgjoni dhe të ndodhë rëndom në çifte për shembull që mund të kenë shumë vite bashkë dhe ndjejnë që janë bërë gjëra të pak monotone apo ku diun. Kjo fantazia që kishte P-Diddy që ta shikonte Casey që të bënte marrëdhënie me meshkuj të tjerë, vazhdoi edhe degeneroi pak nga pak, po tamam u evolua edhe nuk është se zhvilloi më thjesht me një person ekstra, por ajo ka thënë që ata bënin orgji, domethënë shumë njerëz mblidheshin edhe ndodhnin këto aktet seksuale midis njëri tjetrit. Madje ajo ka thënë që ishte një ngjarje shumë tronditëse dhe ata njerëz që kanë qenë tek salla e gjyqit e përshkruajnë si një nga momentet më të vështira, ajo ka pas shumë të vështirë që të dëshmoj, her pas here bënte pushime, largohej, rikthehej, domethënë çante, prekej, shtangej, edhe me qa pash edhe në TikTok që e tregonin shumë njerëz ishte që të gjithë ishin shumë në qetësi kur ajo po dëshmonte këto skenat. Një nga skenat që mua më tronditi shumë sepse ka shumë, ajo ka treguar, ka dëshmuar për shumë skena të tilla që kanë qenë shokuese. Po një nga ato, për shembull, mund të ketë qenë, dhe falni për njerëzit që nuk e durojnë, ndoshta ta bëjnë skip të parë se është pak graphic. Po një moment kur ajo e gjeti veten që ishte e shtrirë, dhe P-Diddy dhe ai personi tjetër që ai kishte punësuar eskorta, po i urinonin në gojë. Dhe ajo po mbytej prej urinës që ata po i bën. Po ja hidhin në gojë praktikisht, që kjo nuk e di, kjo mund të jetë disgusting, domethënë se di se sa është shumë e tmerrshme dhe thjesht ajo fakti që të mendosh që disa njerëz kënaqen seksualisht nga degradimi i figurës tjetrit, duke parë tjetrin në pikën e vet më të ulët, më të shpifur, më për tokë. Edhe atyre u sjell kënaqësi seksuale, kjo është me të vërtetë diçka që I don't know, duket si smundje e shëndetit mendor edhe duhet parë. Po ashtu këto
festat freak-offs që këta kishin zjasnin me orë të tëra dhe për disa ditë, 2-3 ditë, një rast kishte zgjatur 4 ditë që këta për orë të tëra gjatë ditës bënin këto festat të tyre, orgjitë e tyre, degradimet e tyre, jo pinin, jo drogë, jo tëra, për orë të tëra, me eskorta e femër, meshkuj çat ishin. Kesh fun fact. Gjithashtu një dëshmitar tjetër që ka ardhur në gjyqin e P. Diddyt është një mashkull pornostar, më duket, që ai në kohën e vet para disa vitesh, domethënë e kishte punsuar si escort, le të themi, dhe e kishte kthyer në një skllav seksual, e ka quajtur, dhe ai vetë ka karakterizuar si skllav seksi. Ka qenë në fillimet e tyre kur këta thjesht P. Diddy merrte një eskort edhe bënte me Kesin dhe P. Diddy, nuk ishte akoma degenerimi në festa dhe në orgjit. Ishin kur ishin vetë 3 veta, që ishte 4 vite më përpara, something like that. Pse di? Diçka e tillë. Gjithashtu Kesi ka thënë, sepse shumë njerëz mund ta kenë pyetur që pse nuk kërkove ndihmë, sepse nuk dole nga kjo situata. Ajo ka treguar një moment kur ajo i ka thënë Nicki Minaj që nuk ndihem mirë, mendoj që kam nevojë për ndihmë për këtë gjë që po ndodh. Edhe Nicki ka thënë që mos e bëj shumë dramatike, sepse të gjithë na duhet të bëjmë gjëra të tilla për të qëndruar në industri. Ti je shumë e famshme dhe ke shumë lek, edhe shumë vajza do shkulin flokët për të qenë në vendin tënd. Dhe që me pak fjalë që we all do this, so shut the fuck up. Edhe mos e bëj të madhe me pak fjalë. Thuhet që në festat që, sepse P. Diddy gjithashtu njihet për festat e çmendura që ai bënte dhe kuftonte të gjithë yjet e Hollywoodit, njerëzit më të famshëm, Justin Bieber, Jay-Z, Beyoncé, ku diun gjithë ta reperat e tjerë, Ashton Kutcher, ishte aty poshtë. Will Smith. Edhe të gjithë, domethënë që ju mund t'imagjinoni, të paktën një herë kanë qenë në festat e P. Diddyt, nuk e din nëse ka dikush që ka refuzuar të shkojë aty. Por ideja është që P. Diddy thuhet që ka qenë shumë i fiksuar me ngjyrën e bardhë, dhe këtu është një detaj që edhe Kesi e ka dëshmuar në gjykatë, që ai të gjithë të dashurat e veta që ka pasur ndërkohë i detyronte në një farë forme që të lyenin, të kishin flokët, të kishin thojnë gjithmonë të bardha. Edhe festat që ai bënte i quante white parties, ku kanë qenë, siç thash, të gjithë këta yjet hollywoodian. Dhe një gjë që dua të them është që asnjëri nga këta nuk ka dalë edhe të thojë që po, në fakt atje bëhet çmenduri. Thjesht dëgjova një nga këto reperet, nuk e di, si tip pornostar, si çfarë ishte, që tha që nëse ka ndodhur këto freak-offs, un kam qenë në çdo festë të P. Diddyt, for sure ka ndodhur një ditë tjetër, sepse kur kam qenë unë nuk ka ndodhur asgjë. Po le të themi që unë nuk mendoj kështu. U binda. Dikush tjetër që unë e mora vesh parë te ato festat. Ndjes pas ka qenë dhe Liam Payne aty. Te ato festa. Kanë qenë gjithë, mendoj e kishe kështu si qose ai të ftonte dhe ti nuk shkoje. Mendoj se ndoshta edhe shumë veta nuk e dinin herën e parë. E kupton, dhe ndoshta refuzonin më vonë pasi e merrnin vesh, ose thjesht iknin po ashtu me gjithë dëshirën e tyre më vonë. Kam parë që 50 Cent ka dalë hapur edhe ka thënë që, domethënë kishte një antipati për P. Diddyn, edhe pse edhe Tupac. Edhe Tupacu, edhe pse mund të shihet shumë qartë që ata kanë pas encounters, domethënë kanë qenë në festat e tij, po pastaj më vonë nuk kanë vajtur më. Madje kam dëgjuar një si tip kështu teori konspirative që P. Diddy ka të bëjë me vrasjen e Tupacut. Po ashtu ky pornostari që këta morën si sex slave ka thënë që P. Diddy ka patur lidhje me vrasjen e Tupacut dhe ka qenë për shkak të Illuminatit. Ky është ai që tregoja këtë. Ky pornostari që kishte P. Diddy sex slave para 4 vitesh ka ikur në një hotel dhe ka shkatruar çdo gjë aty me armë në dorë, thjesht po shkattonte kot si çmendër, dhe kur e arrestuan policët dhe e çuan në custody, ai filloi dhe po fliste dhe po thoshte shumë fakte që ndoshta policëve i dukte sikur këtij ka ikur truri ose ka pirë shumë drogë dhe po flet për çfarë, por disa gjëra që ai tha ishte që DJ Khaled
Jack Ross, P. Diddy were all gay and in a relationship with each other, që ngatroheshin with each other, po ashtu që këta të tërë ishin pjesë e një branchi të Illuminatit, që ishte për njerëzit e zinj, the Boule, something like that, dhe që për shkak të këtij branchi të Illuminatit, këta patën dorë në vrasjen e Tupakut, për arsye të hip-hopit, diçka e tillë, nuk jam e sigurt çfarë donte të thoshte me këtë, po nejse. Dhe po ashtu që ky kishte marrë herpes për shkak të këtyre, dhe që ky P. Diddy ka patur dorë në shumë vrasje të 12 personave, që këta bëjnë trafikim njerëzish, bëjnë trafikim drogash, në një brand alkooli këta fusnin liquid cocaine, që njerëzit ta pinin dhe të deshin dhe drogoheshin, pa e ditur që po pinin drogë, mendojnë thjesht që po pinin tequila. Dhe që P. Diddy kishte dorë në tëra këto. Dhe që ky nuk mund të fliste më përpara, sepse kishte firmosur një kontratë që nëse do fliste, he would get sued. Non-disclosure agreement. Po. NDA. Por vendosi atë ditë që do fliste dhe foli. Por i erdhi shpirti më i Edhe bukur. nuk mundi dot më. Edhe tha që mua P. Diddy më ka dhënë 15 makina, ju ndava nga gruaja për shkak të P. Diddy. Nejse. Po makina pse i mori ajo? Po Si ishte sex slave. Gjithashtu Kesi ka thënë që pas festave të këtyre ose këtyre orgjive ose le të themi performancave që këta zhvillonin dhe që ndodhin shumë shpesh në përdhoma hoteli sepse udhtonin dhe shkojnë në vende të ndryshme. Dhomat pasi këta mbaronin ishin të shpartalluara dhe të shkatruara. Madje tha që ka pasur shumë raste që përfaqësuesit e hotelit i kanë kërkuar që para që ata të rinovojnë dhe njëherë nga fillimi komplet dhomën sepse çdo gjë ishte cop edhe Kishte gjak, kishte lëngje trupore, kishte urinë, like baby oil. Urina përfshihet lëngje trupore. Jo, se kur them lëngje trupore, I mean something else. Okay. Edhe shumë baby oil. Kishte shumë baby oil në për këto dhomë. Pash edhe një kështu tjetër dëshmi të saj që më erdhi shumë, nuk e di, më erdhi shumë keq, që tha që kishte aq shumë UTIs janë infeksione urinare prej këtyre akteve që këta zhvillonin shumë shpesh, sepse ajo tha që këto ndodhin shumë shpesh, nuk është ndodhin një herë në muaj, ndodhin thuajse çdo javë. Saqë nuk i bënin më punë antibiotikët, edhe nuk e di se çaj duhet të merrte diçka tjetër që ajo të mos ndjente më dhimbje sepse se di. Kishte UTIs, kishte po ashtu edhe like I think something në gojë, si like rashes, edhe flucka nga këto akte, si herpes nga këto akte që bënte, kështu që përveç se i dimte pjesa intime, edhe goja ai kishte në dhimbje constantly, gjatë gjithë kohës. Po, diku këtu do përmendim pak edhe që P. Diddy aludohet që ka kryer marrëdhënie seksuale edhe me meshkuj. Domethënë kur ai u arrestua në fillim, dolën shumë thashë theme ku thuhej që të gjithë ata që ai ka pasur sign në labelin e vet, Bad Boy Records, si për shembull Justin Bieber, i si të thuash ka kryer marrëdhënie seksuale me ta, edhe këta tregonin një pjesë që ai donte me se zbën që ta takonte Justin Bieber dhe të ishin vetëm. Dhe ideja është që pretendohet, kjo nuk është thënë zyrtarisht, që ai ka abuzuar me gjithë këta çuna që kanë qenë në labelin e vet. Madje unë kam dëgjuar edhe për me kë i dolën ato që Justin dolën videot këtij. Atëherë që dolën ca sounde në TikTok. Ka qenë me LeBron James. Me LeBron James, po që u shpartallua TikToku që gjasme dolën ato voice-et e tyre që po kreni marrëdhënie seksuale. S'është për të qeshur, në fakt, po. Një nga lajmet e fundit që po qarkullon nëpër rrjet dhe po thuhet që është përmendur në gjykat, është që P. Diddy ka pasur një marrëdhënie me Steve Harvey për diku te 25 vite, një marrëdhënie e fshehur, le të themi, ku ata kanë qenë bashk. Supozohet që P. Diddy e shantazhonte, ka kërcënuar gjatë gjithë kësaj kohe sepse kishte instaluar kamera në shtëpinë e vet. Dhe e ka në video se kishte edhe një fiksim zotëria që çdo gjë e incizonte, filmonte. Dhe ka këto
videot e tij me të cilat ai e shantazhonte, por që thuhet që ata ka qenë një marrëdhënie që është me aprovimin e të dyja palëve, pavarësisht se si mund të ketë nisur, 25 vite ata kanë qëndruar në kontakt, madje ka pasur disa të dhëna që ky ka qenë i lidhur me vajzën e Steve Harveyt, që shumë njerëz tani mendojnë që thjesht ka qenë një si cover up për të mbuluar faktin që ai ka qenë realisht me të. Dhe tani le të kthehemi pak në pjesën që Cassie ndahet nga P. Diddy. Kjo ka qenë pas incidentit në 2017, something like that, që ky e rrahu në një hotel në Los Angeles, që ka kamerat e hotelit e kanë filmuar, publiku e ka parë si video, që ai e merr zvarr. Mund ta bëjmë insert këtu që ta shikojmë. E shkon nga flokët, dhuna më e tmerrshme, aty duke mbajtur peshqirin e vet, si idiot, nëse. Dhe pas atij incidenti, me sa kam lexuar unë, Cassie u nda nga P. Diddy dhe vendosi që të fokusohej te karriera dhe muzika e saj, që nuk i eci shumë pas ndarjes nga P. Diddy, dhe më pas u njoh me trajnerin e saj personal, the name Alex Ruin e kishte? Alex Ruin, dhe në të njëjtin vit ata bën fëmijën e parë. Më pas u martuan në 24 mars të 2019-s, bën fëmijën e dytë po ashtu në 2019 dhe tani aktualisht po presin fëmijën e tretë, një djalë. Dhe Cassie është duke ikur në gjykatë dhe duke dhënë dëshminë e vet, ndërkohë që është shtatzane, shumë muaj është shtatzane, gjë që duhet të jetë shumë e rëndë që ajo po përjeton edhe një herë këtë akuzimin, po ja thot tër botës me P. Diddy aty përballë dhe ndërkohë është shtatzane. As nuk e imagjinoj dot çfarë po kalon ajo, ndjesi që ajo po kalon, trauma që ajo po përjeton për herë të disa tani. Ideja është që edhe pasi Cassie u nda nga P. Diddy në 2017-ën, është thënë që ata përsëri janë takuar, gjatë gjithë kësaj kohe ata kanë folur përsëri për gjëra të ndryshme, që çështje ligjore, gjëra caktuara që nuk e di çfarë punësh mund të kenë pasur, por është thënë që ata edhe janë takuar përsëri. Pas Cassie, ata u takuan pasi u ndan për herë të parë, to get closure, që ta diskutonin edhe një herë sepse kishin dhe fëmijë bashkë. Dhe sipas saj ai e Jo, pse ka fëmijë Cassie me P. Diddy? I think so. No, she does not. No. I guess ishin kështu muhabete ligjore. Po. Dhe ai e përllënoi. Dhe më pas ata u takuan përsëri dhe sipas mediave patën marrëdhënie që ishte me consent kësaj radhe nga ana e Cassie. Me aprovimin e saj. Me aprovimin e saj. Ndërkohë që Cassie ishte martuar aktualisht me burrin Alex aktual. Ruin. Dhe me sa kam lexuar unë, i ndërpreu marrëdhëniet, mund të fliste në mënyrë shumë të cekët për situata të caktuara që duhet të flisnin. Dhe tani në gjykatë është hera e parë që ajo po e shikon pas kaq shumë kohësh. Dhe përbri ka burrin e vet që duhet të dëgjojë të gjithë këto horrore që ka patur shumë raste që ai ka dalë nga gjykata. Ndërkohë që ajo jep të dëshminë e saj sepse nuk e duron të do dhe ka dalë 2 herë. Unë dëgjova dhe një, nuk e di a është e vërtetë, ishte kështu si tip tash e them. Po që thoshte që P. Diddy e ka detyruar që gjatë kohës që këta po bënin seks bashk, të merrte, domethënë e mori burrin në FaceTime edhe ai e detyroi që kjo t'ia hapte, edhe t'ia tregonte që çfarë po ndodhte, diçka e tillë. Po nuk jam shumë e sigurt se është edhe mund të ketë ndodhur duke ditur historinë e P. Diddyt, nuk më duket një gjë jashtënormale për atë lloj mashkulli. Tani momentalisht jemi në këtë fazë, gjyqi nuk ka mbaruar akoma, unë kam përshtypjen që shumë gjëra të tjera do dalin, shumë do dalin, sepse ai ka material sa të duash për të gjykuar. Momentalisht mendohet që për gjitha këto akuza që ai ka mund të marri dënimin burgim të përjetshëm, probably me shumë mundësi domethënë. Ai momentalisht është i lirë. Nuk është në burg apo jo? Jo, është në burg. Jo, sepse ai doli për një video dhe tha që ndoshta ka dalë tani për I think që e ka paguar bailin. Po, në fillim kur e futën ishte në burg. Ndoshta
Në fillim të gjykatës ka qenë pak në burg dhe ndoshta ka dalë tani se e ka bërë bail, I guess. Oh, dhe një gjë se më kujtua tani për Steve Harvey, që njerëzit kanë filluar edhe dyshojnë shumë, është sepse ai ka thënë publikisht në një nga ato emisionet e veta që ai është shumë i fiksuar me baby oil. Ai ka thënë që talenti im nuk mund të flas dot në televizion për atë, sepse ka lidhje me shumë baby oil, me drita të fikur dhe me shumë rënkime. Kuptojeni vet. Po, ishte një pjesë që unë e pa që ai realisht e kishte thënë, se e pash videon që i jepte këshilla gruas së një pastorit. Po, që merr baby oil. Merr baby oil edhe use it, se tha baby oil mund ta fusësh kudo, mund ta fusësh në pizza. Ska shije fare, se unë kam patur në gojë dhe se kam ndier fare. Do të thënë ishte shumë preciz dhe shumë detajist për baby oil, like, okay, what the fuck? Got it. Pse? Gjë që le të themi 1 dhe 1 bëjnë 2, e kupton? Edhe shumë qartë duket që Steve Harvey është pak gay. Pashtu shumë njerëz dyshojnë që Piditi ka patur dorë në vdekje në njerëz prej grave me cilën ai ka patur fëmijë, sepse ajo teknikisht ka vdekur nga pneumonia. Thuhet në shqip, si thuhet në shqip? Pneumonia. Pneumonia. Edhe një? Dhe? Pneumonia. Qa? Kush jam? Kush më ka bërë? Pneumonia. Kush jam? Kush më ka bërë? Unë s'dil si retard. Pneumonia. Aha, dhe? Mos e thuaj dhe unë se është slur. Nëse ka vdekur nga një smundje të ftohtë. Sonda është disleksike. Vërtet, por asaj është publikuar një libër me ditarin e saj dhe në shumë fletë të ditarit aludohet që Piditi ka patur dorë në vrasjen e saj. Pashtu. Dhe po ashtu Piditi ka 7 fëmijë, si dreqin ka 7 fëmijë. Po, dhe gocat e Piditit të luajnë në thonjën e bardhë. Nëse ajo që doja të thoja është që gjyshi do vazhdoj, shumë gjëra të tjera do dalin, unë jam shumë kurioze të shikoj se çfarë do ndodhi. For sure mendoj që bashkë me të do ekspozohen edhe shumë figura të tjera. Po. Edhe shpresoj që po pse e fiksuar me Ashton Kutcher? Urrej, se unë mendoj që ai ka vrarë dikë. Pse? Ka mendoj që ka vrarë? Një gocë. Edhe ai ke para të çështjen që thuhet që ai po se ka vrarë ai se doli, që se ka doli vrasësi. Po, që nuk ishte fingerprints të trupi i saj. Ishte thjesht komshia dhe ja rrasën atij. Se mbaj mend se si ishte, por që ai mos. Kjo ka qenë një gocë. Jo, mos trego këtu, e lëm për një moment tjetër. Është shumë e shkurtër dho. Ha, okay. Është një gocë që gjas me Ashton Kutcher do dilte në date. Po. Edhe ai po e merrte në telefon atë ditë që alo, pse s'ma në telefoni ku je, edhe kaluan orë, kupton dhe ky iku te shtëpia e saj dhe po trokiste dhe ajo nuk po e hapte derën dhe kaloi çikanës shtëpisë që shikonte në dritare. Dhe aty pa një si pell këtë kuq, po tha kjo pas ka derdhur verë. Jo, the thing është Sandra, ashtu është, por the thing është që ai që këta fajsuan për vrasjen e saj, kishte vrarë edhe njerëz vajza të tjera. Nuk është thjesht ja rrasën aty. Ishte the neighbor që kishte kjo. Nuk ishte the neighbor, ishte, neighbor ishte po nga ana tjetër e kompleksit. Po, nuk ka rëndësi, aty nuk ishte fingerprints të këtij aty brenda. Unë mendoj që e ka vrarë Ashton Kutcher. Po pse mendoj që e ka vrarë Ashton Kutcher edhe aty nuk po i hapte telefonin, domethënë bën sens ajo. They have ruled him out. Dhe ishte shumë collaborative, so I don't think what you've done. Kjo ishte historia e errët që fshihej pas një nga emrave më të njohur të muzikës amerikane. Çka ke? Historia e errët. Shumë është e errët, është i zi. Kam një detaj të vogël për të thënë për Pididi. Pididi është akrep. Mbajeni në memorie këtë gjë. Do një fun fact tjetër. Ai kur merrte në fillim kështu escort për Kesin, që kështu thoshte i dua të zi që ta ken të madh. Me ignorante që je, pse duhet ta thuash të se e kuptoj. S'ka nevojë të na sqarosh. Po ju e kërkonte ai specifikisht.
Po patjetër. Ata mund të ishin shëmtuar, se Kesi ka thënë që ata conventionally nuk ishin të bukur. Po. Mund të ishin dhe shumë shëmtuar madje, por kriteri që duhet të ishte që të ishte i zi. Është shumë i shëmtuar, për zotin e madh sa i shëmtuar që është. Unë shpresoj shumë që gjithë kjo gjë që po ndodh, t'i friksoj pak ta njerëz të pervertuar të gjithë industrisë muzikore dhe jo vetëm në Amerikë, edhe të ndalojnë së bëri abuzime të tilla me njerëz që janë në nevojë edhe duan që të ngrenë karrierën e tyre dhe shikojnë që mënyra e vetme për ta bërë këtë gjë është duke bërë favore të tilla dhe pastaj po futen në ca vorbulla shumë të frikshme dhe nuk kanë më si dalin, sepse dhe Kesi është gjykuar shumë duke thënë që pse ti ndenje, pse ti vazhdove, pse ti shkove prapë me atë kur ai pas kaq vitesh ti ishe dhe martuar dhe shkove prapë me atë, edhe pasi ai të përdhunoi ti prapë do të shkoje. Ti ke fajin vetë, ke dashur vetë. Dhe me të drejtë, siç bën në çdo viktim. Me të drejtë, një njeri me një logjik normale do thoshte që pse, kush është arsyeja se nuk bën sens, por kur ti ke qenë i abuzuar kaq shumë vite mendërisht edhe psikologjia e saj ka qenë jo e shëndetshme dhe ajo ka thënë që unë e doja dhe unë kam qenë 11 vite me këtë person dhe ndihet familjare si gjë, domethënë për atë ajo ishte kthyer në diçka normale, është shumë e vështirë që të dalësh nga viktima krijojnë këtë Stockholm syndrome. Po. Që ndihen sikur nuk mund ta lënë këtë person që po e abuzon, e duan, kanë një obsesion ndaj tyre, është kjo që thjesht e din që është gabim, por kanë këtë ndjenjë që unë dua të rri me ty, dua të jesh më mirë, por nuk ka rëndësi që ti po i bën të tëra këtë zonë, vazhdoj të dua, edhe pse ti më abuzon më rre gjërat më të mërshme. Që unë mendoj që atë ka patur Kesi, sepse gjithë ato vite abuzim në format më jo humane të shkatron mendërisht një grad të caktuar, ku ti nuk mund ta kuptosh më çfarë është e drejtë dhe çfarë është gabim. Po. Na lini në komente mendimin tuaj në lidhje me këtë çështje ose ndonjë informacion ekstra që ne kemi harruar ta përfshijmë në video dhe gjithashtu na sugjeroni për çështje të tjera që mund të keni dëgjuar dhe jeni të interesuar që ne t'i shtjellojmë. Dhe do shifemi me mua dhe me Sandrën në një podcast tjetër që unë do ta quaj Murder with my sister. Bye. Do një fun fact, një case tjetër, po është kështu i shkurtër fare. Është i shkurtër fare se e pash dia. Ishte një band muzikore, ishin kështu si emo këto, right? Edhe ky njëri nga këta çunat kishte një si fansët vet si grupi, right? E kupton? Dhe ajo një ditë kishte Right. Ta kërcas ballet. Edhe kjo i kishte thënë mamit një ditë që unë po iki të mësoj, e kupton? Po ndërkohë kishte ikur te një nga festat e këtyre. Dhe këta kishin pirë shumë drogë, ekstazi, budalliqe që kishin pirë, kupton? Ekstaz. Çfarë është ndryshimi mes ekstaz është gjendja, ekstazi është pilula. Po mirë, kam pirë ekstazi. Po. Po çfarë thash? Po të talla unë se e thesh parë ekstaz. Okay, në rregull. Edhe nëse njëra nga këto goca në grupi, çfarë bëre? Ose, asove bëre ti mirë. Asove. Jepi. Edhe njëra nga këto goca e bandës iku që të shrihen te krevati vetë po dëgjonte kështu si pllaq te banja, e kupton? Edhe u ngrit edhe do hapte banjën që shikonte nëse ishte okay ky çuni me këtë gocën. Dhe I tha njëri nga këta, mos u fut se s'do ta dish çfarë po ndodh aty. Dhe kjo tha, okay, ndoshta po bën një gjë adoleshent, nuk dua ta shoh dhe iku fjeti, e kupton? Edhe zgjohet në mëngjes kjo dhe zbret poshtë dhe I thon këta që do të hash bukë se kemi bër bukë është mish me patate. Edhe kjo e hëngri, that was so nice, thank you so much, edhe iku. Edhe më pas vjen policia sepse kjo goca nuk ishte kthyer në shtëpi dhe këta ishin të fundit që e kishin parë. Dhe zbuluan që këta e kishin mbytur këtë në dush, e kishin coptuar, e kishin ndarë në pjesë, një pjesë e kishin gatuar me patate dhe një pjesë e kishin fshirë në qeska nëpër qytet. Dhe atë pjesën që e kishin gatuar po e hanin të tërë si gosti. Edhe kur e pyetën policë pse e bët këtë, ishim të droguar dhe kishim uri. That's all. Hope you like it. Do një tjetër. Kur drogoni. Mos drogoni në përgjithësi, po kur drogoni. Mos keni uri. Hani pizza. Ju lutem hani pizza.
E mbyllim këtu dhe kishimi në një emision tjetër të shpion. Bol Sandra. Është shumë e shkurtër, shumë. Sandra, është e shkurtër, por nëse është kaq e tmerrshme nuk do ta dëgjoj. Nuk është kaq shumë. Mirë, ta mbyllim këtë dhe ma fol jashtë. Ishte një band pra muzikore, po këta ishin si rockstars. Dhe nëse njëri nga këta kishte një sindrom që nuk ndjente dhimbje, kupton? He couldn't feel pain. Edhe kur ishte edhe në sken, he would cut himself, e kupton se nuk e ndjente dhimbje. Okay. Edhe një ditë ky vrau vetën se thjesht nuk ndjente dhimbje. Edhe preu fytin e vet, e kupton? U pre aty, u coptua dhe vdiq. Edhe vin këta pjesëtarët e tjerë të bandës që shikonin çfarë ndodhi dhe hapin derën dhe gjejnë kufonën e tij këtu like killed, suicide. E than, "Ua sa bukur duket." Dhe i ka morën kamerën edhe i bën foto para se të merrin policinë. Kupton? I bën foto trupit të tij, si ishte shumë poetically placed, dhe bën cover to the album that they came out with later on. Really? Do we have that cover? Yeah, we do have that cover. I can find it. Is it allowed? Yeah, është allowed. Është produced cover of his Okej, dead do ta body. vendosim dhe coverin që ta shikoni dhe juve këtë makabritet. Bye! Bye! Kam shumë, unë, kam shumë. Small cases, no? Po.